kur jom taku po edhe për shembull me Zinin, ose kur jom taku me krejt që ta, unë jom kon vetvetja, pëtën. Këta janë njerëz që janë me vjetë në industri, kanë punë me shumë njerëz, edhe besoj që e kanë atë instiktin që e din kush, me thonë kush e i vërtet, adin kush o vetvetja, kush nuk o vetvetja, pëtën. E nashta e kanë një atë energjinë që unë jom kon real, me thonë me krejta, se kom pas problem. A e kon Noizy, a e kon a e kush që... Me që jemi të Noizy, po flitët që s'keni raport mirë, si që ndrën sët raporti juj? Qëre, une me Noizy jam shok, jam falenderus, mas pari, për krejt që ka bo për mu, edhe une Noizy të juroj vesh sukses që shë ka, inshallah dhe ma shumë, une me to jam shumë shok. Dhe të thotë, nuk janë vërtet alarme që pas kanë qarkullu që nuk e keni mu raportin e mirë si dikur? Normal, për shumë unë kër e kom lonë muzikën, unë e kom lonë edhe kontaktet i kom lonë me njerës, se për shumë mu s'm ka lidhë kur gjo me njerës me folë për muzika, pëtën. Unë e jam marrë me familjen teme edhe kom bo punë të mija. Po, unë gjithë kom konë falenderus. E pash edhe në një postim që ishte një falimderim për Feron, që rrallë herë shojmë artista duke falimderu një tjetrin publikisht, merë shumë mirë edhe të përgëzoj për pjekurin artistike që e ki kriju pas rikthimit. Një strategji e mrekullueshme ishte edhe për këngën e juj të fundit. Si u kriju kjo strategji me mendu njerëzi që ju e keni një konflikt e mandej ta transmitoni edhe këngën në rrjetet sociale? U konë, dhe më dhe e kena një shok përbashkët e kena unë e Ferë, që a i ka insistu me na pajtu në fillim, edhe me bo kongë bashk. Unë e kom pas si ide me bo, kom thonë, nëse najherë, pajto me Feronitin, i shkon interesant me bo një kongë, se dyqysh, une aji jena dy artista që jena rritë bashk. Edhe pse jena dy bota ndryshe, na jena rritë bashk. Aji ka pas, do me dhajnë kur ka dhes, kom dhes edhe unë në qatë kohë, aji ka pas vëshërësit e veta. Po vishë edhe bifa ndaj një tjetër, kini pas... Rivaliteti, po, bravo. Edhe dyqysh që ajo na ka rritë bashk, si artista, me qësa vjetë, që aji shoku jonë na e pas si ide, hajde ta bëjmë edhe thash po, edhe unë e pata njerë si ide. Tani, erdhë Feroniti në studio të unë në Zvicër, nejt një 2 ditë, të bonëm kongën edhe dyqysh se mur vesh kërkush, se kesh shumë si sekret, nuk e mur vesh kërkush, edhe i thash pse, thash nuk pe vazhdojmë qëtë adën, thash se të vazhdojmë qëto, thash në fund, thash e qësim veç kongë. Kena pas shumë sene me bo, po dyqysh edhe koha nuk na lasë. Unë dash me ardhë me inqizu këtu, me inqizu klipin, e u mërëm shumë me pun e klipit e sene, e s'na da se kom pas me shkun Gilanën, dhe u konë shumë... Qa kini pas tjetër?